Alfred Pavaci sot drejtuat një miqësore interesante mes veteranëve të Vllaznisë dhe Real Valladolid. Shumë aktiv në fushën e lojës dhe besoj se pa të lloj emocione. Faleminderit shumë për ftesën, ishte një kënaqësi e veçantë. Më që arbitroj mas 35 vjetëve, në 1990 ka kanë isha fundit Partizani Besa Kavajs, për gjysmë finale e Kupës Republikës, ku në port ishte për Partizanin për Lat Musta, për Besën e Kavajs Rakthi. Ftesa ishte e jashtëzakonshme me që lutë ekipi zemrës Vllaznia me Valladolid. E pranova, jam shumë i kënaqur e uroj suksese për fitimin e kampionatit të dielën edhe më mbrapa. Shumë aktiv në fushën e lojës, duket që vazhdonin të edhe atje vazhdoj me diletanti amatori. Jena të është muji që është faza finale, janë play-off, kush me dal për kategoriet, kush me dal kampion, kush me hin, kush me shit. Do me thonë jam edhe të hanën në ishe, sot më rris në Itali, kam të hanën në ishe, kam edhe të markurën në ishe. 2 finale, kush me kualifiku për në kampionatin tjetër. Vazhdoni sërish me arbitrim? Pa tjetër, faleminderit për Zotit, për shtetin, për tana, anë ne. Emocione kur i kthesh në Shkodër? Shumë emocione. Bile ku shef edhe këshi futbolista shteshti s'mund të rëndit me tanë sërdedjen e bardhjerin e shaba e cunë e tanë me radhë, një emocion veçanë sepse janë me ta që kam kalu vitet. Në kjo se ata kanë pas tunën dilen, unë kam albitru të ejnë të nejshe me 2 porta që i na dane për rrathet e shmis. Faleminderit Pavaci. Faleminderit edhe ju, edhe ju uroj suksese.